fakt dhe do e pyesim se sa është sipërfaqja e mbjellë me moll dhe sa dëmtime ka pasur ai në parcelën e tij bujqësore. Përshëndetje. Burimas, fshati Burimas, sipërfaqja e mbjellë me moll është 170 deri në 180 hektar. Unë si fermer i ri kam vetë gjithsej 5 hektar moll, edhe 5 dyrlym kumlla qershi. Dëmi është i madh, mund të ketë arritur deri në 99%. Dashin nga qeveria, subvencionimet i kemi hequr. Ndihmë nga qeveria nuk u, me sa shoh nuk u. I vetmi subvencionim që ju keni marrë në gjithë këto vite që ju jeni marrë me pjesën e frutikulturës, me bujqësinë, çfarë subvencioni keni marrë nga ana e qeverisë? Nga ana e qeverisë vetëm pjesa e naftës qilla për 2-3 vite. Gjë tjetër nuk u ja shëlla, asnjë gjë. Edhe për punën. Kur keni pasur problematika të tilla si breshri, i cili ka dëmtuar në masë të madhe mollën edhe në fshatin Burimas, ka gjetur nga ana e qeverisë apo edhe bashkisë një alternativë për t'ju subvencionuar deri thjesht kanë erdhur vetëm premtime. Të dhe erdhur agronomi i zonës, agronomi i bashkisë, po thjesht vetëm kanë marrë formulat, kanë mbushur kartat, po thjesht nuk u kemi marrë vesh. Ne si fermer nuk u kemi të shfrytzuar. As për gjë. Thjesht vetëm kanë erdhur, kanë premtuar shumë gjëra para zgjedhjeve, kurse mbas zgjedhjeve nuk e njohin. Sa i përket investimet, ju thatë që keni 55 dënym të mbjellë me frutikulturë. Sa ka qenë shuma e kostos që u keni hedhur deri tani dhe deri tani kosta kanë vajtur afërsisht në 10 melon. Me dapin, të hedhur edhe me eksportatit që janë bërë. Por prapë ato duan edhe 10 melon gjithsej, për t'i mbajtur fletën që kemi vitin tjetër. Po tash vitin tjetër. Neve do kemi prodhim apo do kemi prapë pagesë si kjo. Qoftë se vetë pagesë, këtë vit kosta 20 melon. Vitin tjetër mund të shkojë prapë 20 melon. Kosta që të shpresojmë për një vit më të mbarë, po mund të kemi pagesë. Ne thjesht kërkojmë që qeveria të na hapë një siguracion për frutikulturën. Siç sigurojmë makinën, të sigurojmë frutikulturën, për pjesën e breshrit edhe për pjesën e ngrizave. Vetëm këto gjë kërkojmë nga qeveria. Që të jemi edhe ne si fermerë të kemi një kënaqësi në punë, të vëmë të punojmë me kënaqësi, jo të vëmë edhe të punojmë me sikletë, apo çfarë do bëj sot, apo çfarë do bëj nesër. Thjesht vetëm këtë gjë kërkojmë nga qeveria. Këtë vit juve keni humbje. Këtë vit kemi humbje, kolosal. Unë si fermeri i ri që mund të kem verë ka 3-4 vite që kam me zotësinë time, me forcat e mia kam shtuar tokat. Unë si fermer jam 20 melon minus, vetëm që këtë vit. Po më duhen edhe 20 melon të tjera për vitin tjetër që